Mes tensionesh të forta, SPAK lexoi akuzat për çiftin e dikurshëm Meta Kryemadhi. Prokurori Sotir Klapi tregoi provat që ka në dispozicion për 3 akuzat: korrupsion, pastrim parash dhe mos deklarim të ardhurash, ndërsa për të mbështetur ato kërkoi rreth 50 dëshmitar. Mes tyre bëjnë pjesë biznesmen, politikan dhe bashkëpunëtorët në procesin paralel të tyre. Prokurori e nisi fjalën me lobimin e lëvizjes socialiste për integrim në SBA. Sipas tij, LSI ka paguar në 2016 shoqërisë GSIS në Amerikë $93.000 përmes 3 faturave për të siguruar që kryetari i saj, Ilir Meta, të kryente takime me senatorë dhe zyrtar amerikan. Por sipas SPAK, ka të dhëna që në total e njëjta kompani ka faturuar $463.000 për t'i bërë ato të lishme, duke synuar pastrimin e parave si rrjedhojë e korrupsionit. Dyshimet e SPAK janë se pas pagesave qëndron Adrian Shatku, njeri i afërt i kryemadhit e Metës. Në vitet 2016-2017 njerëz të kësaj kompanie kanë ardhur në Shqipëri dhe pagesat e qëndrimeve në hotel janë bërë me kartat e Ardian Shatkut. Çka ka shtuar dyshimet se edhe pagesat e tjera të jenë kryer nga vetë ai. Akuza është se shuma prej $279.783, përveç se përbën produkte korrupsionit, është përdorur edhe një formë për pastrimin e produkteve të veprës penale. Këto para janë paraqitur si pagesa të lishme, ndonse sipas dyshimeve përbënin përfitim nga vepra penale e korrupsionit. Kur prokurori po lexonte këtë episod, ish-presidenti Ilir Meta kërkoi të ndërhyej, por gjykata nuk i dha leje. Kjo shkaktoi përplasje mes tij dhe kryesuesit të seancës Erion Bani, i cili kërkoi që nëse kishte pakënaqësi, të depozitonte kërkesë për përjashtimin e trupës gjykuese. S'kam asnjë kërkesë, sepse më e mira nga të gjithë ju është Irena Gjoka. Kam respekt për rregullat e ligjin, derisa zotëria e filloi me seancën e kaluar, ishte e drejta ime të jepja sqarim për këtë gjë, sepse gazetarët mund të ikin, të lëvizin. Nëse un kam bërë një shpenzim, të më thuhet. Nëse e ka bërë zonja, është madhore, mund të përgjigjet. Tani përgjegjësia është personale, të individualizohen dhe pagesat. Nuk ka asnjë lidhje mes zonjës Kryemadhi dhe Çesdia, siç unë nuk kam lidhje me pagesat. Megjithse Meta ju bindu urdhrit të gjykatës, avokati i tij Kujtim Cakrani dhe Monika Kryemadhi u gjobitën me nga 10.000 lekë secili pasi shkelin solemnitetin e seancës. Po këtë të enjte, gjykata e apelit rrëzoi kërkesën e Ilir Metës për t'u liruar nga qelia ku mbahet prej 21 tetorit të vitit 2024.